Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Quhem Mirela dhe jam 38 vjeçe. Kam lindur dhe jam rritur në një fshat të vogël, një nga ato vende ku pothuajse të gjithë njihen me njëri tjetrin dhe ku çdo rrugë, çdo shtëpi dhe çdo pemë ka historinë e vet. Njerëzit që jetojnë në qytet ndoshta nuk e kuptojnë sa shumë kujtime mund të lidhen me një vend të thjeshtë. Por për mua, një nga vendet më të rëndësishme të jetës time ka qenë gjithmonë hija e një fiku të madh që ndodhej pranë tokës tonë. Ai fik ishte aty që shumë kohë para se të lindja unë. Babai im thoshte se e kishte mbyll gjyshi im kur ishte ende i ri dhe se kishte dashur që një ditë ajo pemë të bëhej vend ku njerëzit të pushonin nga dielli i verës. Dhe ashtu ndodhi. Kur isha e vogël, shpesh shkoja me prindrit e mi në tokë. Ata punonin gjithë ditën, ndërsa unë luaja pranë pemëve ose ulesha në hijen e fikut. Në verë fshati bëhej shumë i nxehtë. Në mesditë rrugët boshatiseshin dhe vetëm cicërimat e zogjve dëgjoheshin në ajër. Por posha ati fiku ishte gjithmonë freskët. Me kalimin e viteve ai vend u bë pjesë e përditshmërisë time. Pasi u rrita dhe fillova të merresha vetë me tokën, shpesh ndaloja aty për pak kohë pas pune. Ulesha në një gur të madh pranë trungut dhe shikoja rrugën e vogël të fshatit që kalonte aty pranë. Njerëzit kalonin një nga një. Disa shkonin drejt arave të tyre, disa ktheheshin nga puna, ndërsa të tjerë thjesht dilnin për një shëtitje të shkurtër në mbrëmje. Shumë prej tyre ndaleshin për pak minuta në hije. I pari që ndalej pothuajse çdo ditë ishte Xhaxhi Hyseni, një burr i moshuar që kishte jetuar gjithë jetën në fshat. Ai ecste ngadalë me bustunin e tij dhe sa herë më shihte ulur më thoshte: "Mirela, prap këtu je?" Unë qeshja dhe ja ktheja: "Këtu është freskët, Xhaxhi Hysen." Ai ulej pranë meje dhe fillonte të tregonte histori nga koha kur ishte i ri. Fliste për kohët kur fshati kishte shumë më tepër njerëz, ku rrugët mbusheshin me zëra fëmijësh dhe ku çdo shtëpi ishte bagëti dhe kopshte plot. Kur isha i ri, këtu pranë fikut mblidheshin njerëzit në mbrëmje dhe flisnin deri vonë. Thoshte ai: "Unë e dëgjoja gjithmonë me interes. Historitë e tij më bënin të imagjinoja një fshat shumë më të gjallë se ai që shija sot." Pas tij kalonin edhe njerëz të tjerë. Një çift i ri që kishte ardhur nga qyteti për të jetuar në fshat shpesh ndalej për të pushuar në hije. Ata ishin ende duke mësuar me jetën këtu dhe shpesh më pyesnin për gjëra të ndryshme. Një ditë vajza më pyeti: "Mirela, si është të jetosh gjithë jetën në një vend si ky?" Unë mendova për një moment dhe i thash: "Në fillim mund të duket shumë i qetë, por nëse rri mjaftueshëm gjatë, fillon të kuptosh se çdo ditë ka historinë e vet." Ai u buzëqeshi dhe tha se ndoshta kishte të drejtë. Edhe të rinjtë e fshatit kalonin shpesh nga ajo rrugë. Disa ndaleshin për të marrë fiq nga pema. Unë gjithmonë u thosha të merrnin sa të donin. Pema është për të gjithë. Në ato pasditë vere, shpesh ulesha dhe shikoja si ndryshonte drita e diellit mbi fushat përreth. Era e lehtë lëvizte gjethet e fikut dhe krijonte një zhurmë të butë që më qetësonte gjithmonë. Aty kam dëgjuar shumë histori. Kam dëgjuar njerëz që flisnin për punët e tyre, për familjet, për problemet dhe për gëzimet e jetës. Disa ndaleshin vetëm për 5 minuta. Të tjerë qëndronin më gjatë dhe bisedonin për gjithçka që na vinte në mendje. Ajo pemë ishte bërë si një pikë takimi e vogël për gjithë fshatin. Njerëzit ndoshta nuk e kishin planifikuar kurrë të ndaleshin aty, por hija e saj të rishte gjithmonë për pak pushim. Sot edhe pse kanë kaluar shumë vite dhe shumë gjëra kanë ndryshuar në fshat, ai fik është ende aty. Trungu i tij është bërë edhe më i madh dhe degët japin ende hijen e freskët të verës. Sa herë kaloj pranë tij, ndalem për disa minuta. Ulem në të njëjtin vend ku ulesha dikur dhe kujtoj të gjitha ato pasdite ku njerëzit kalonin një nga një dhe ndaleshin për të bërë llafe muhabet. Shpesh ndonjëherë gjërat më të bukura në jetë nuk janë ato të mëdha apo të bujshmet. Janë momentet e thjeshta në hijen e një peme të vjetër
ku njerëzit ndalen për pak kohë dhe ndajnë një pjesë të historisë së tyre.